Në veri të Izraelit, zonat pranë kufirit me Libanin po përballen prej muajsh me sulme të përsëritura me raketa, të cilat kanë ndikuar ndjeshëm në jetën e përditshme të banorëve dhe në klimën politike në vend. Një sondazh i fundit tregon se mbështetja për kryeministrin Benjamin Netanyahu ka rënë ndjeshëm në këtë rajon, i cili konsiderohet vendimtar për rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme. Sipas të dhënave, një pjesë e madhe e banorëve të veriut shprehen të pakënaqur me mënyrën se si është menaxhuar konflikti me Hezbollahun, ndërsa një shumicë e konsiderueshme e të anketuarve e vlerëson negativisht qasjen e qeverisë ndaj situatës së sigurisë. Tensionet janë rritur edhe për shkak të pritshmërive të ndryshme politike mbi mënyrën e zhvillimit të luftës dhe mundësinë e një arpushimi, i cili është kundërshtuar nga një pjesë e elektoratit në zonat më të prekura nga sulmet. Analistët politik theksojnë se rënja e mbështetjes në veri është më e fortë se në pjesët e tjera të vendit, duke sinjalizuar një zhvendosje të rëndësishme në sjelljen e votuesve dhe në balancat politike të brendshme. Në këtë klim, kundërshtarët e Netanyahut e akuzojnë atë për kompromis në çështjet e sigurisë, ndërsa vetë kryeministri ka deklaruar se operacionet ushtarake do të vijojnë, pavarësisht marrëveshjeve të fundit për uljet e tensioneve në kufirin verior.